dashur miq, shkova në çdo lagje të këtij qyteti për t'u takuar me ju në shtëpitë tuaja, pranë vendeve tuaja të punës, në rrugët e rrugicat tuaja, për të dëgjuar problemet dhe shqetësimet. E bëra këtë për një arsye të thjeshtë dhe një arsye të fortë një herësh. Askush nuk mund të drejtojë nëse më parë nuk dëgjon. Dhe kjo është alternativa që do të kemi përballë këtë të diel. Alternativa mes një kryetari bashkie që ju dëgjon dhe një kryetari bashkie që çirret dhe dëgjon vetëm jehonën e zërit të tij, zërin e ambicies së tij politike të pafre. Në mbar Tiranën kam dëgjuar qytetarët duke folur për sfidat e vërteta me të cilat ata përballen për ditë, sfidat e vërteta me të cilat ballafaqohet qyteti ynë. Se ka shumë pak mundësi për të gjetur punë, shumë pak hapësira të gjelbërta, çmimet janë tepër të larta, klasat në shkolla kanë shumë më tepër nxënës se norma, ka shumë trafik dhe rrugë të prishura e të pashtruara. Mund të çirremi sa të duam para këtyre problemeve. Mund të tundim grushtat në herë para këtyre sfidave. Mund të përpiqemi t'i hedhim edhe një dorë tjetër boje mbi bojën që po zbardhet. Por asnjë nga këto nuk i zgjidh problemet e qytetit tonë. As fjalët e ashpra, as aktet e dhunshme, nuk bëjnë të ulet dot çmimi as një buke të vetme. Nuk hapin dot as një vend të ri pune. Nuk e shkurtojnë kohën e kthimit në shtëpi pas një dite të lodhshme pune dhe nuk ndërtojnë dot as një kënd të vetëm lojrash për fëmijët tanë. Një kryetar bashkie që merret vetëm me betejë politike nuk i zgjidh dot problemet e qytetit tonë. Sot është koha për të ndarë nga këto grindje dhe konflikte një herë e mirë. Është koha për t'ju përveshur punës, për të vënë në rend të parë njerëzit, për të vënë të parën Tiranën, të parën qytetarët e Tiranës. Unë jam i bindur se ne mund të ndërtojmë shkollat sigurta dhe të ulim numrin e nxënësve në klasat e tyre. Unë jam i bindur se mund të ndërtojmë parqe dhe sheshe lojrash të reja. Jam i bindur se mund të investojmë për artin, kulturën dhe sportin. Unë jam i bindur se mund të ulim nivelin e ndotjes dhe të pastrojmë qytetin tonë. Unë jam i bindur se ne mund të ndërtojmë dhe të vëmë në funksion një apo më shumë linja tramvaj dhe të përmirësojmë gjendjen e trotuarve. Unë jam i bindur se mund të shtojmë ndriçimin në rrugët tona, të rregullojmë problemet me ujin dhe kanalizimet. Dhe unë jam i bindur se ne mund të përmirësojmë përkujdesin shëndetësore dhe sociale për të gjithë qytetarët, përfshirë grupet e nevojë dhe pensionistët, të cilët kemi detyrim t'i mbështesim. Dhe unë e di se edhe ju jeni të bindur për këto, prandaj të gjithë do të nisim punën pa humbur kohë. Por për të realizuar të gjitha këto, na duhet një përqasje tjetër. Ne duhet të ndryshojmë mënyrën si punon bashkia dhe duhet në mënyrë urgjente të ndryshojmë në radhë të parë mënyrën se si punon kryetari bashkisë. Ne na duhet një kryetar bashkie që i dëgjon, i takon, konsultohet dhe jep llogari para qytetarëve të tij. Nëse Tirana do të bëhet një qytet modern europian, ju keni nevojë për një zë dhe për një zgjidhje. Unë do t'ju dëgjoj me vëmendje, do t'jem dëgjuesi juaj i hapur dhe i përhershëm, zëri juaj dhe në bashki do të drejtoj, inicioj dhe realizoj zgjidhjet e halleve dhe problemeve të gjithë qytetarëve të Tiranës. Si kryetar bashkie, unë do të siguroj që çdo projekt apo leje e re ndërtimi të jetë e hapur për publikun. Ju dhe fëmijët tuaj, kushdo në komunitet, do të ketë mundësinë të shprehni mendimin tuaj, të përcaktoni drejtimin që do të marrë zhvillimi i lagjes ku jetoni. Zëri juaj do të dëgjohet, edhe kur zhvillojmë planin e ri urbanistik të Tiranës. Për një kohë tepër të gjatë, ju keni qenë të përjashtuar nga ky proces. Pikërisht për këtë arsye, si kryetari i bashkisë, unë do të miratoj një moratorium derisa të kemi edhe ne planin e ri urbanistik, sepse ne nuk mund të ndërtojmë një Tiranë europiane. Nuk mund të ndërtojmë një Tiranë moderne pa një plan, dhe ne meritojmë të kemi një qytet ku rregullat janë të qarta, të drejta dhe të barabarta për çdo qytetar.
të dielën me 8 maj, ju ftoj të votojmë planet dhe projektet tona për Tiranën, sepse ky qytet nuk duhet të ndalë kur së ndëruari. Njerëzit e tij nuk duhet të ndalin kur së besuari. Dhe unë, Lulzim Basha, jam gati, jam i përkushtuar, jam i vendosur me mishë e me shpirt për fitoren e qytetit tonë. Fitore!